Një 25 vjeçar ka rënë në prangat e policisë në Vlorë, pasi u kap me armë me vete. Policia bën me dije se ka ndaluar për kontroll një automjet tip Benz në rreth rrotullimin e bypassit në fshatin Babice Madhe. Automjeti, i cili drejtohej nga shtetasi me iniciale FH, 25 vjeç, banues në Vlorë, ndërsa pasagjeri ishte shtetasi DA, 25 vjeç, gjithashtu nga Vlora. Gjatë kontrollit fizik ndaj të riut me iniciale FH, në çantën e tij Marsup, i u gjet dhe ju sekuestrua një armë zjarri, pistolet me një krëhër me 5 fishek. Në vijim të veprimeve procedurale, gjatë kontrollit në banesën e këtij shtetasi, u gjetën dhe u sekuestruan 20 fishek luftarak, një sasi lënde e dyshuar narkotike, cannabis sativa, si dhe një mask plastike. Gjithashtu, në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 4 aparate celular dhe automjeti i këtij shtetasi. Në përfundim të veprimeve procedurale u arrestuan shtetasit me iniciale FH për veprat penale prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve dhe shoku i tij që shoqëronte në makinë, shtetasi me iniciale DA për veprën penale moskallëzimi i krimit. Strukturat e drejtorisë vendore të policisë Vlorë në bashkëpunim me Prokurorinë e Vlorës vijojnë hetimet për këta shtetas, si dhe për verifikimin e përfshirjes së tyre të mundshme në ngjarje të tjera kriminale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.